Ditën e premte, për herë të parë, një pjesë e sheshit Liria dhe hapësirat e tjera publike pranë xhamisë së madhe do të jenë në dispozicion të besimtarëve për kryerjen e ritualit të faljes, që do të nisë në orën 6:25 minuta. Ky organizim, thot imami i xhamisë së madhe Ervin Qylafku, është parashikuar nga drejtuesit e mifënisë të xhamisë së madhe prej numrit të lartë të besimtarëve që pritet të marrin pjesë mëngjesin e lutjes së të premtes në ceremoninë e namazit. Me emrin e Zotit Mëshiruesi Mëshiruesit, ka qenë ditë të mbushur plot emocione, sepse faktikisht ne një herë në vit e presim Ramazanin si proces terapeutik për shpirtin, për kurimin e veseve, për largimin nga zhurmat e angazhimeve të përditshme, pra gjejmë si ti prehje edhe tek agjërimi, por edhe tek bashkimi në mbrëmje për të falur atë namazin e teravisë që quhet në gjuhën fetare. Këtë vit ne kemi menduar që krahas hapësirave të brendshme të shfrytëzojmë edhe hapësirat e jashtme rreth rrotullit të xhamisë, normalisht si çdo vit tjetër, por edhe hapësirat përballë xhamisë apo përbri. Sheshin përpara bashkisë, rrugën e cila është apo rrugën e trotuarit dhe çdo hapësirë tjetër të mundshme, sepse faktikisht falja e Fitr Bajramit është më masive se falja e Bajramit të Kurbanit, sepse njerëzit janë më të përfshirë në agjërim dhe më të përfshirë normalisht edhe për të marrë pjesë në atmosferën e faljes së Bajramit. Festa e Fitr Bajramit përmbyll muajin e madhërueshëm të Ramazanit, gjatë të cilit besimtarët e devotshëm agjërojnë. Një nga traditat kryesore të kësaj feste është dhënia e sadakas, një akt simbolik që thekson vlerën e solidaritetit dhe bamirësisë për më të varfrit për ta festuar së bashku këtë festë.